ne nuk dalim dot nga aeroporti pa pasaport. Na vollën pra njerëz. Është mashtrues e sigurt është. Po të shohim gjë në një apartament tjetër. Të vrapo për të kap avionin. Se kemi ngatruar aeroportin. Mirë se vini në një vlog të ri. Jemi në aeroport tani dhe është ora 6 e mëngjesit, 6:20. Ka vajtur tani në fakt duhet të zbresim për boarding dhe po ikim për Milano. Ishte një udhëtim i planifikuar me të dyja motra, do ikim të treja që të kalonin fundjavën atje, por Nela anulloi në moment të fundit, kështu që jemi unë dhe Ari vetëm. Që të zbresim poshtë tani që të bëjmë boarding. Bëjmë shefin, sa bukur. Që ka interesante të rish motorë në aeroportin e Malpensës. Që a dini ju njërët që në ndodhin. Me motor është super e lezetshme. Dalim nga avioni, ne kalojmë komplet daljet që nuk mund të ktheheshin mbrapsht. Kujtohet që ka haruar çantën e vogël në avion edhe aty ishte brenda ishte pasaporta, portofoli, kartat, lekët dhe gjë. Po më e rëndësishme ishte pasaporta, sepse ne nuk dalim dot nga aeroporti pa pasaport. Dhe kështu, kontaktuam ka të stafit të aeroportit edhe nuk e di, ta thënë prisin të për pasaportën, por nuk kemi një konfirmim të saktë, në qoftë se çanta është gjetur nga ekuipazhi i avionit, është dështuar te policia dhe thjesht punohet sa ta sjellin tek ne. Kjo do ishte gjëja më e mirë. Por nuk di mende çfarë bëjmë. Vjen në Milano për një fundjavë, të kthejnë me polici për Shqipëri. Super gjë. E di mi shpirt të di. Erdi njërës, erdi. E gjitë. Jemi shumë të lumtura, po dalim në fund nga aeroporti. Hipëm në fund në taksi. Jemi shumë të trishtuar edhe të mërzitura. Njerëz. U lumturuan shumë kur na sollën çantën, pam portofolin, pasaportën na i dha në dorë, falenderuam 100 tera të tipin, faleminderit shumë të lumtura, do të dilim nga aeroporti me vrap. Por hapim portofolin dhe i kishin marrë të gjitha eurot. Kalon vetëm sa ishin lekë shqiptare. Na vollën pra njerëz, do thonë ju harruat vetë, po gjithsesi. Nuk vajtëm, nuk e thamë gjë, u futëm të radhë e pasaportave, sepse menduam që s'do gjenim të drejtën, askush s'kishte për t'i kthyer ato lekë mbrapsht. Këta të policisë mund të thoshin kështu na i dorëzoi ekuipazhi do thoshte kështu na i dorëzoi ku diun X pasagjer që mund të kishte gjetur. Kështu që besoj se s'do gjenim kur të drejtën, thjesht do vënoheshim në ca orë të tjera dhe sigur që asnjë lloj leku s'do na kthehej. Dhe kështu. Kemi karta, kemi cash. Okej, do ja dalim. Problemi është se na vjen natë me lekët që na morën. Si ka mundësi, pse ka ishte poshtë, ishin aty, në avion, nuk është se humbën komplet bagazhin. Edhe vajtin tek lost and found, edhe dakord, vështirë se mund të gjenim gjë. Po i lajmëruam direkt. Thjesht ne nuk ktheheshim mbrapsht. Rrugën që bëm nga avioni, do më thëmë për të futur brenda në aeroport, se nuk lejoheshin, nuk kapeshin dyrë, të bënin në alarm. Nise, kjo çështja kemi marrë taksi tani, po që nga goxha larg Malpensa nuk e kisha të fiksuar që ishte kaq shumë me taksi, është diku te 45 minuta nga qendra e qytetit. E njerëz, ne sa po erdhëm tek apartamenti, po nuk e di. Eksperienca kësaj here ka qenë një sfidë më vete. Jemi stresuar aq shumë në aeroport në momentin që humbi çanta, sepse thamë ngelëm këtu, do vej puna me polici, por nëse nuk e ka gjetur njëri çantën, ngelëm pa pasaport, do na duhet atëherë të kontaktojmë ambasadën shqiptare, do vinte puna dhe do zgjatej shumë ditë, ndërkohë që ne kemi ardhur vetëm për fundjavë dhe nesër kthehemi në Tiranë. Kështu më bëj, u stresuam jashtëzakonisht shumë.
Mirë këtë, pastaj dalim direkt nga aeroporti, marrim një taksi, as nuk e pyet sa kushton, tha pa merak është me taksimetër, thash okay, përderisa është me taksimetër nuk do kemi probleme. Nëse në fakt ishte edhe shumë kilometra, ajo vetëm xhironte taksimetri, thash okay, ne pak se humbëm gjithë ato lekë që ishin në çantë. Por vinte jashtëzakonisht shumë shtrenjtë. Edhe, paguam edhe taksin për deri në qendër jemi afër Duomos, 130 euro. Në fakt ishte goxha kilometra, sepse unë nuk e mbaj mend, herët e tjera që kemi qenë nga Bergamo më shumë se sa nga Malpensa, nëse whatever, mbërritëm në fund të apartamenti. Filloi sfida dhe aventura e radhës. Ky apartamenti nuk më kishte komunikuar, isha munduar që dje që të komunikoja me atë një ditë para, nuk më kishte konfirmuar asgjë, nuk më kthente përgjigje, por shikoja lekët nga karta nuk I kishte tërhequr. Thash okay, por nuk dija ç'të bëj, ai thash Arinos, nëse do ta kancelojmë, atëherë booking gjithsesi do t'i mbaj lekët si fi. Kështu që karta për atë punë është për konfirmimin për garanci. Edhe s'kisha asnjë lloj kontakti. Më në fund kur zbritëm në Malpensa, më kishte shkruar nga një numër tjetër, jo ato që kishte në booking, edhe më thoshte që okay, keni check-in sot, kur do e bëni çfarë kohë arrini. I thash ne kemi ardhur shumë herën, nëse mundet ose të lëm bagazhet ose nëse mund të bëjmë check-in më herën nëse ti nuk e ke të zënë apartamentin. Okay, më thoshte. I thash çfarë, të bëjmë check-in më herët apo të lëm vetëm bagazhet? Okay, më shkruante. Okay, thash nuk po merrem vesh në anglisht, tash po I shkruaj në italisht, ishte indian njerëz. Edhe I shkruajta në italisht, prapë më thoshte thjesht okay. Nëse whatever, I dam atij taksistit adresën, erdhëm këtu tek locationi I apartamentit, I shkruajta sërish. I thash jemi këtu, më thoshte do vish apo jo, jam lart, filloi u acarua. Thash Ariona, nuk ka mundësi, ky më duket mashtruesi, tash më fiku telefonin, sepse nuk po orientoheshin dot. Unë I dërgoja foto jam këtu, ai më thoshte përsëri adresën, numrin e apartamentit. Nuk po merreshin vesh, thash Ariona, është mashtrues e sigurt, thash. Po të shohim gjejmë në një apartament tjetër. Shikoja lekët në kartë, nuk I kishte marr. Do ta lija ashtu për momentin se nuk kisha çfarë të bëja. Nëse më dërgon një location tjetër të vetin aktualin. Ishte 1 minutë në këmbë nga vendi që na kishte në taksi. Ai thash, shkojmë një herë provojmë. Shkojmë, na I bën me dorë që nga xhami kështu ngjitemi lart. Okay, ishte ekzistent, ishte person fizik, edhe apartamenti ekzistonte vërtet. Se me thënë të drejtën unë në booking I shoh shumë mirë dhe ky kishte review shumë të mira, kishte mbi 300 ca review super të mira të gjithë njerëzve. E nëse ngjitemi lart, pra problem, I thash mund të lëm bagazhet apo jo, gati për gjysore, tha. Okay. Ndërkohë prisni ja bën 2 minuta. Nëse më në fund u morën vesh, na la që të futeshim në apartament shumë herë më herët, jemi futeshim në orën 11:30, ndërkohë që check-in ishte në orën 3. Dhe apartamenti është shumë okay, është I pastër, është çdo gjë gati. Ishte edhe shumë I sjellshëm me thënë drejtën, pavarësisht se ishte pak e vështirë të merreshim vesh në anglisht edhe nëpërmjet telefonit, ndërsa live ishte pak më mirë. Pagesën e bëra me kartë fizikisht, domethënë nuk e mbajti nga booking. Kështu. Të paktën me apartamentin çdo gjë okay, sepse tham që imagjino të ishte dhe mashtrim pjesa e apartamentit, nuk e di domethënë sa do bënin për të gjetur një tjetër, imagjinoj në moment të fundit dhe me çmime super të larta. Okay, tani para se dalin se unë jam ndryshuar shpejt, po ju bëj një apartament tour. Kjo është pjesa e dhomës së gjumit. Këtu ka dollapin këtu komplet me pasqyrë, ja ku jam dha unë. E bë këtu mikrofonin. Unë ndrova shpejt, kam veshur këtë setin me pika, që të dalim direkt, të ham ndonjë gjë dhe të shqetësohemi pak se u stresuam dhe u mërzitëm pa e filluar udhëtimin. Pjesa e televizorit, është goxha I këndshëm, I mobiluar, ka 2 dritare të mëdha me perde të gjata. Ja t'ju tregoj edhe pamjen nga jashtë. Thash, okay, se që nga çike vështirë për ta hapur. Okay. Kjo është pamja nga apartamenti. Që nga një orgit shumë e këndshme, thënë drejtën. Edhe po thosha, për faktin që ne ishim vetëm për një natë, rezervuam një apartament që ta kishim afër qendrës, që ta kishim rrejtësisht për televizor. Ja, kështu është I këndshëm. Këtu është një korridor dhe kemi direkt pjesën e tualetit. Këtu është lavatriçja, pjesa e dushit. Edhe këtu lavamani, kam dhirë pak make-up-e që bëra pak rregullimi sepse më ishte ndyrosur shumë make-up-i.
peshqira. Dalim. Po prit. Okej, këtu është dhe pjesa e kuzhinës, është një apartament 1+1. Pas ke një televizor tjetër këtu sërish. Ty nga këto kariket e gjata, pjesa e kuzhinës. E pashtë ishte shumë i kujdesshëm edhe futi ujë në frigorifer. Po, ka futur ujë. Okej, pashtë që la edhe këto gjërat e tjera, ka lënë kafe, që nga kafe Borbone, që unë jam fiksuar dhe më pëlqen shumë tani. Disa biskota edhe dhe cik është t'i gjithë apartamenti. Kaq, ikim, dalim tani. You can tell. Gjeni çfarë? Sa dolëm? Jemi te galeria. Po e kemi dhe këto këtej. Fajti shoh. Sa dolëm njerëz, u hasëm me protestën e shqiptarëve për të njëjtën kauzë që po bëhet edhe në Tiranë, në Milano. Kështu që ju bashkuam pak atyre, edhe tani do ulemi të ham diçka. Po shohim pak menu, sepse po na hajde, jemi shumë të lodhur, e dini gjithë historinë që përjetuam. Prit. Sa përgjë jam bërë flokët? Po. Të gjata, të drejta. Yll. Sa po hëngër mirës tek Gino's 1928, diçka e tillë. Ishte shumë i mirë. Unë i kisha parë diku në TikTok, po me thënë drejtën tani dolëm thjesht ta mbërgjejmë të diçka rrugës dhe po ham, se ishim goxha të uritura. Dhe i bëri shumë të mira, si lazanjësh, si picën që morëm, edhe hugot ishin të lezetshme. Po në përgjithësi në Shqipëri, hugot i bëjmë me menten, mos e bëj. Po praktikisht kishin sjellë me limon. Prandaj ndoshta na dukën pak të afta. Edhe kështu, tani po bëjmë një xhiro këtej nga galeria Vittorio Emanuele. Edhe nga dyqanet, sepse kemi porosi, sa herë që vim, kemi porosi për gjëra për të blerë. Shumë i bukur është Milano. Pavarësisht se është era e dytë për këtë vit dhe era e 5 në total, por gjithsesi ngelet shumë i bukur. Shikoni pak se sa antike është pallati. Njëkohësisht është çka frikshëm. Ja. Çpak i frikshëm. Mos bëjmë të katin, e mban më katin ti? Ja. Po dalim se u turpruam. Hi people, nuk e kam folur fare. Ne si dolëm paradite, pastaj u kthyem në apartamentin tonë, ja kemi futur një 2-3 orë të mira gjumë, sepse ishim shumë të lodhura. Dhe nuk e di në fakt si unë, ashtu edhe motra, kur kemi në mëngjes një udhëtim herët, prim gjithë natën pa gjumë. Kështu që ishim me 2 orë gjumë. Tani dolëm sërish dhe kemi ardhur tek Duomo, është teraca Aperol, mbahet është e famshme normalisht për Aperolin sigurisht. Edhe doni që të uleshim jashtë e pjesa e teracës, po në fakt nuk ishte vende, kështu që jemi ulur te pjesa e brendshme. Patjetër janë në fakt gjitha të hapura, edhe pamja është fantastike nga Duomo, është edhe pjesa e Golden Hours tani, kështu që është një vibe edhe një atmosferë shumë e këndshme.
Do të provojmë edhe tiramisun këtu, shpresoj që ta bëjmë të mirë, porositëm edhe aperolin sigurisht, kështu që ta shijojmë mbrëmjen. Gjithashtu, ne jemi shumë afër, jemi vetëm 800 metra larg nga Duomo, por nga që kemi veshur taka dhe thamë idenë që mos të lodhemi edhe të jemi në gjendje në formë të mirë, thamë po marrim Uber. Porositëm Uberin dhe imagjinojeni për 800 metra, që është vetëm 4 minuta larg me makinë, kërkonin 13 euro. Mirë këtë, po vonoi 17 minuta. Kështu që erdhëm në këmbë, se realisht 5 minuta është në këmbë, kështu që edhe kur të kthehemi në këmbë do ta bëjmë. Nuk ja vlen, nuk janë fare të leverdishme çmimet e taksive dhe të Uberit, siç ju thash edhe nga raporti kemi paguar 130 euro. Nuk i tregova sa outfiti në fakt, se kam bërë një outfit shumë të bukur, por se di, t'u tregoj më vonë ndoshta. Aperolin e kanë qarë, është më i miri. Ja, më pikoj dhe mua. Po si ujë pikoj. Se jemi dhe me të bardha, po më shumë me këta. Njëse aperolin e kanë bërë shumë të mirë njërës, ne morëm edhe tiramisu që ta provoni. Nuk është do një gjë kush e di. Edhe për çmimin, s'besoj se është worth it, se ishte vetëm 10 euro tiramisuja. Ndërsa aperolin, këta ka një gjë të mirë, gjithë aperitivin, e si edhe gjithmonë me shoqëruse, dhe shoqëruset i kanë shumë, po shumë të shishme. Këtu ishte 21 euro, gjë koktejl, gjë aperitiv, bashkë me shoqëruset të përfshira, sigurisht. Mirëmëngjesi njerëz, nga dita tjetër, jemi zgjuar dy njerëz të lodhur. Kaq, shumë të lodhur. Na kanë torturuar dia ato takat. Ë? Më ban. Po ki parasysh që unë përdor edhe Google Maps-in se ti për tonë. Po s'po mban mua. Edhe po thosha që dia dolëm me takën për të pirë diçka. Jemi torturuar me ato taka, se po na dhimni këmbët aq shumë, përpos kemi bërë shumë hapa, nuk e di, nuk e kam vëre sa hapa kemi bërë, në fakt, prita shoh çik. Po më dje ka e marrë. Kemi bërë. Pse më ka dalë? Healthy. S'pas një bërë shumë, 15.000. 15.000 hapa. Edhe kështu sot kam veshur këtë fustanin unë, që normalisht duhet ta kisha veshur me shapka ose sandale, por e kam veshur me atletet samba, sepse nuk mund të eci dot, i bie të jemi ca orë të mira jarë, se do lirojmë apartamentin, çanta do t'i lëm këtu. Shikoni, ky indiani që ka apartamentin është shumë i gjendshëm, me thënë drejtën, i thua për diçka. Po, thot okej për çdo gjë, por nuk të sqaron se ku i tash mund të lëm çanta këtu dhe të marrim rreth orës 5 dite. Okej, thot. Po ku mund t'i lëm sa apartament brenda, apo t'i lëm këtu dhe kujdeset ai për ato. Kështu ja bëjmë, të bëjgjatoj. Priti ju tregoj çaj morëm në lesbiet e Sephora. Jam shumë e lodhur. Mund ta marrë nga çanta. Asgjë. Te Sephora, morëm vetëm për bjondën tonë të dashur që nuk erdhi me ne. Nga hekuri, se shtypa unë për të lëshuar dhe ai se s'lëshoj të gjëra. Të çuditshme. Bjondës tonë, i morëm këtë bronzerin e Charlotte Tilbury në numrin 2. Këto të dyja thonë që është shumë i mirë, unë nuk e kam përdorur, kam një të korfit, janë bazike. Në zgjidhjet e mia. Edhe concealerin Airbrush, po të Charlotte-it. Këta, më pëlqeu një parfum, dhe janë çik shumë të ëmbël këta verorët, nëse jam aq sweet. Do i fusësh të çanta se kam full çanta? Urdhëro. Mora një fustan të hënoja. Fris. Ariona thotë mblerit e mia nuk i tregoj. Me që si ja bodhën gjitha lekët në aeroport, nuk ngeli më buxhet për të bërë blerje.
mbrapsht e kam provuar. Shikoni më sa i bukur që është. Është i kuq, e ka këtë pjesën këtu lart kështu si princesh, prerjen këtu i gjerë poshtë, edhe me ripa. Më pëlqen fakti që është i kuq. Sepse nuk kam shumë gjëra me ngjyra, ndërkohë kam veshur po fustan të kuq. Ky vjen pak në portokalli më shumë, koral, kështu është lino. Kurse ky është i kuq, nëse thjesht më pëlqeu dhe e mora. Tani, ti dalim ne nga do ven. Oh, sot. Nuk e di, zakonisht kam burin që thot hajde, tani kam motrën thonë që thot hajde, njerëz të paduruar. I shkoj në apartament. Aha. Atëherë të vëmë të kapelen, do e kjutur me këtë kapelen. Do më thë foto s'do i kapim këmbët. Kështu. Ikim. Njerëz, kjo motor nuk mundi më fare, do më thënë, unë jam turistja që kam edhe kamerën për të xhiruar, kam edhe Google Mapsin, duhet të gjejmë vendet që do shkojmë. Në këtë radhë kam turiste, Alba. Më fal, unë nuk jam, ke shumë të drejtë. Dhe nuk merrem fare, me absolutisht me asgjë. Ke shumë të drejtë, më fal. Të pak të shikoj semaforën se nuk e kam mendjen, se të na marrë të një makinë për fare. Bravo. Qunit që i kam përdali. Ai është dashuri. Shikoj, nuk e qarshur, më po lër quni vetë. Nuk është se je qarshur. Në ata në folin mëngjes me ne. Na pyeti ku jeni, çfarë po bëni. I tham ne jemi në Itali për punë. Ti gjava ku je, tha. E mirë na puthi, na përqafoj nga kamera. Shumë që një mirë është dasoli. Po me babën për jetë në fare, nuk është. Ka dhe një gjithë të çuditshme. Edhe që ka shumë vatë sot. Shumë ngrohtë. Po shkëm nga Piazza Gaia Aulenti, është ajo zona moderne e Milanos. Kam qenë me Klajtin kur kemi qenë para 2 vitesh. Është lezetshëm, ka dhe dyqane, bare, restorante rreth rrotull. Kështu që thos po ha mëngjesit ta pim kafe këtej. Meqense po shkojmë andej, po marrim metro. Nuk e di pse njerëz i kanë marrë shumë kështu metrot. Frikë, në veri, nuk e se kam shumë qef me i marrë, po janë lartë gjërat dhe nuk kemi çfarë të bëjmë. Taksit kushton zakonisht shumë në Itali. Tash ditën tua me marrë Uberi, sa herë lëkur na i shtyve 17 minuta të tjera. Gjithsesi dhe Uberi çmimet e larta e kishte, nuk është se kishte çmime shumë të lira. Pastaj mendojmë të shkojmë te kanalet e Navilit. Po lexoja pak në internet, thoshte që ditët e dielave ata kishin e tip pazari me gjëra kështu antike, bijuteri, rroba Burberry, gjëra ashtu brendesh. Kështu si dihet. Nuk e besoj, s'kam fat me këto gjëra. Prit se jemi gabim. Bravo, Alba. Një sekond se turistja humbi. U trash kjo tani. Si sa ndej? The next station is Garibaldi FS. Stacioni jonë i mbëritjes. Britëm. Ishte vetëm 3 stacione larg. Kështu që tulemi një herë të hamë të pimë, se nuk di që më në fakt ka zënë koka, se ata jashtëvet ishin të merë të lartë, të fortë, ose mësuar, duhet se më të ullë të butë. Dhe, po thoshe njerëz që jashtëku ishte super i fortë, edhe më dhe më qafa unë këtë me dhivje koke. Me fortë është se kur rezervova apartamenti, po lexoja komentet e njerëzve, reviewt, edhe thoshte njëra polake që buri im u fiksu me jashtëk, sa të mirë që ishi. Ndërkohë sa vura kokën e jashtëk u gur. Kështu që ju gjithmonë besojni reviewve që lexoni. Ai që nga mbyllur, ai ka qenë një End në London, sa i bukur një pink, po që nga mbyllur. Prandaj s'po vite dje kur e kërkoja. Ne më ulem te kry Fertinelli. Elektrinelli, Feltrinelli. Ulem. Shkoni kjo. Nice.
dhe mëngjesi. Pim kafe. Tani hangëm dhe akulloret e Venki, sepse nuk mund të vish një të ditë mos të ndalosh te Venki për akullore. Ishte super e mirë, sepse pjesën e kaushit konit e bëri me çokoladë edhe me raspberry dhe ishte gjëja më e shijshme ever. Kështu, qetësi, po kënaqemi, kishte një dy dyqane hapur. Pjesën tjetër të Italisë në përgjithësi janë të mbyllur ditën e dielë dhe nuk gjen asgjë hapur. Kështu që tani do marrim sërish metron të shkojmë te kanalet e Navilit. This is the plane. Big Brother po të vëzhgon. Ku je? S'po të gjen as kamera e të Lezesu në një që kështë të këto kanalet. Albo ne kemi në tualet. Sa po të di. Nuk s'ka me këtë flas me kamerë. Hi people, ja dy njerëz super të lodhur. E dija që do fillonin ankesat nga shish të qefi kur i gjithë ditë rrugëve. Nga Navili erdhëm sërish në qendër afër qendrës, afër apartamentit më saktë, që të kemi mundësi pastaj të marrim edhe valizhat. Dhe po hamte se kishte këtë trattoria Burlaxho. Tani, ne thjesht pam që kishim shumë afër apartamentit, të ngjitur në apartamentin tonë, edhe pam që kishte shumë njerëz në radhë dhe tham okay, do t'ja vlej me shumë mundësi. Ne kemi marrë ravioli, kështu tani të provojmë. Shumë me spinaqe, po. Edhe me ricotta. Po edhe brumi është i bërë me spinaq, besoj, përderisa është jeshil. Ndjet aroma e gjalpit, ndjet aroma e gjalpit? Shumë të mirë, shumë të mirë. Në biznes familjar, dhe besoj se po, sa po lexova edhe te përruaj që ka atë historiku. Që besoj është një biznes familjar, dhe ka kohë shumë mirë. Sasia është pak e vonë. Din çfarë çmimi kishte. Në menu nuk përcaktohet. Vetëm pjata unë ka 32 euro. Po pra, po kanë është ajo risotto con osso buco, ishte ajo gjëja e verë që merrni shumica për atë mbaje. Jo, ai. Ta kishin në menu kështu me 3 pjata, 25 euro. Po le sa më. Dam të tiramisu. Sepse pash në Google që mbaj për tiramisu. Gjithë italianë. Dhe kështë lirë, tiramisu kështë 5 euro. Ndërkohë atje ku angëm dje, kështë 10 euro. Kështu kemi pas një ditë të qetësat, pa aventura. Se dje dhe në fund, të vrapu për të kap avioni, se kemi nga 3 aeroportë. Imagjino. Kemi akoma shumë të flirë, derisa di orari për nisur për aeroport. Do gjejmë një park, do ulemi që të shprodhemi, se nuk kemi çfarë bëjmë. Thashë se më të themi atë indianin, dim të shprodhemi që kanë në apartamentin. Sa i shkuan okej, asnjëherë asgjë tjetër, thjesht shkuan okej. Aty do zgjon italiani do thoj, ma no, non è possibile, italiani indiani, që ishte. Aty do fjellohet. Do fjellohet, aty do thoj, ma no, no. I hangre të me? S'kishën tek me për bukë.
se nuk të ndoshe. I thonë atë burasa. Farnë edhe mishku. Edhe verdura. Hi people, nga e Marta. Tani që po ju flas, është ditë e martë në mëngjes dhe po iki në punë. Kam vënë kamerën te tripodi i ri që kam për në makinë. Më duke pak çuditshëm sepse kam komplet në ansore dhe mësoj që ta kem pak përballë që të shoh kur flas, por gjithsesi, okay, lezetshëm. Jemi kthyer ditën e diel nga Milano. Sigurisht në orën 1 të natës kam përfunduar e shtrish në krevat. Shqyr nuk patëm asnjë lloj vonese, asnjë lloj gjëje, shkoj shumë mirë. Edhe morëm sigurisht trenin ekspres për direkt për në Malpensa, ishte shumë komod, të linde brenda në aeroport, te terminali, numër 1 që ishte dhe nisja për në Shqipëri. Kështu që dhe kushtoj vetëm 15 euro personi dhe jo, na veti 30 euro total dhe jo 130 euro si taksia që morëm ditën e parë që shkuam. Shkuam disa orë para në aeroport, hëngrëm, pim diçka, u qetësuam pak, me thënë të drejtë ishte goxha para dhe u mërzitëm pak duke pritur, por që okej, të paktën ishim komode. Edhe nuk pati asnjë lloj vonese, asnjë lloj problemi me çantat me gjërat, kështu. Ju e patun kisha marrë një çantë shumë të vogël gjithsesi. Edhe u nisëm në kohë dhe kemi mbërritur fiks në kohën e parashikuar në 12 pa një çerek. Sa shkuam morëm makinën, ishte gjë shumë e mirë me thënë të drejtën, me lënë makinën në aeroport, sepse nuk ishin oraret e përshtatshme për të marrë taksi, vetëm femër në taksi, nuk i diet asnjëherë që shoferi të qëllon me thënë drejtën, kështu që isha shumë e sigurt më e qetë që kisha makinën time, çova Arion në shtëpi dhe pastaj shkova në shtëpinë time. Ne shkuam në fillim për ta lënë te parkimi i aeroportit, po dyshim dhe po treshim, duket e kam 5000 lekë nata, por ishte full, nuk kishte asnjë lloj vendi të lirë dhe lash pastaj tek hoteli, Holiday Hotel, që është përballë parkimit të aeroportit dhe aty ishte më lirë, ishte 4000 lekë nata. Dita 24 orë si e kanë. Kur kalon 24 orëshin e parë, normalisht futet te 4000 lekë i dytë. Domethënë për 2 ditë total që e lashun atje, kam paguar 8000 lekë. Ishte thash goxha me leverdi. E sa vetja në shtëpi, shkova një ujë trupit, u bëra gati për të fjetur. Flokun nuk e lava dot sepse i binte me fjet në 3 mëngjesit. Pastaj dhe të nesërmen isha në punë. Ishte një fundjavë shpejt njerëz, kaloi shumë mirë edhe ju kënaqeshëm. E di që do ishim kënaqur më shumë po të ishim të treja, sepse për një muhabet më shumë, ka më gallata, krijojmë më situata, por gjithsesi patëm mjaftueshëm aventura kësaj here në Milano. Sot kam për të bërë një procedurë për migrenën, kështu që më ndiqni te video e radhës dhe të tregoj më shumë edhe për të. Mos harroni që të bëni subscribe, like videos, komentoni çfarë ju të keni dëshirë dhe si gjithmonë, bashkë do të shihemi në videon e radhës. Bye bye.